Kryeministri Mickoski potencoi se ligji antiduhan nuk është sjellë në mënyrë të një anshme apo me imponim, por përmes një procesi gjithëpërfshirës ku kanë marrë pjesë prodhuesit, distributorët, hotelierët dhe pronarët e restoranteve dhe klubeve të natës. Një nga mesazhet kyçe të kryeministrit ishte zbatimi i rrept i ligjit, gjë që sipas tij nuk ka ndodhur me zgjidhjet e mëparshme ligjore në këtë fushë. Ai garantoi se inspektimet do të jenë të pamëshirshme dhe se do të vlejnë njësoj për të gjithë. Praktično delot ovo zakonsko rješenje bi sakal da go pozdravim i mojët kolega vllata, ministrët za zdravstvo. Praktikisht i gjithë ky proces krijoi një produkt ku qëllimi i qeverisë ishte që të dalim të gjithë njësoj të kënaqur, sepse kur hartohet një ligj i tillë nuk është e mundur që të gjithë të jenë plotësisht të kënaqur. Kjo do të ishte alkimi, ndërsa ne nuk jemi alkimistë e as mrekulli i bërës. Kush thotë se është mrekulli i bërës nuk e thot të vërtetën. Mendoj se në fund të këtij procesi secili prej nesh ka nga një pakënaqësi të vogël, por të gjithë jemi të kënaqur sepse arritëm një kompromis të përbashkët. Takimi ynë i sotëm në qeveri është pikërisht rezultat i këtij kompromisi. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu prezantoi të dhëna shqetësuese të bazuara në të dhënat e shëndetësisë publike. Sipas tij, 3600 raste vdekjesh në vit, rreth 13% e të gjitha vdekjeve në vend lidhen me përdorimin e duhanit. Mbi 600 milion euro është humbja ekonomike vjetore, që përbën 5.16% të MPV-s. 13.6% e të rinjve nga mosha 13 deri në 15 vjeç përdorin produkte të duhanit ose nikotinës, që është shkalla më e lartë që nga viti 2002. Alarmues është edhe fakti se 73% e të rinjve duhanpirës nuk janë penguar të blejnë cigare për shkak të moshës së tyre. Teksti i ligjit është harmonizuar pas 12 takimeve pune me industrinë e duhanit dhe sektorin e hotelierisë. Janë shqyrtuar 58 komente nga debati publik në ener, ndërsa është siguruar edhe mbështetje e rëndësishme profesionale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pas miratimit në mbledhjen e qeverisë të martën, propozim ligji do dërgohet menjëherë kuvendit për votim.